Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Edhe sot do vjojmë me shpjegimin e 3 parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, erzelallahu lahu al-ajra wa thawab. Dhe jemi në vazhdën e përmendjes së llojeve të adhurimit. E thot imami, dhe argumenti I shpresës është fjala e Allahut të lartësuar, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Duke përmendur shpresën që është një nga llojet e adhurimit, kushdo që shpreson tek takimi me Zotin e tij, le të punoj punë të mira dhe të mos I bëj asnjë shok Zotit të tij në adhurim. Dhe shpresa është po ashtu nga adhurimet e zemrës. Dhe realiteti I shpresës është dëshira për të arritur diçka që shpreson. Dhe ajo është disa lloje. Lloji I parë I shpresës është shpresa tek ai I cili e sundon atë gjë që ti shpreson. Është shpresa tek dikush I cili ka mundësi ta bëjë një gjë. Për shembull, ti I thua dikujt që shpresoj që do prezantoj në një takim të caktuar dhe kjo është e mundur. Ti mundesh të prezantosh ose ku shpreson të bësh diçka të caktuar. Dhe kjo është një shpresë e natyrshme. Nuk është shpresë adhurimi. Dhe lloji I dytë I shpresës është shpresa e adhurimit. Dhe kjo është ajo që të dëshirosh atë që nuk e sundon askush tjetër përveç Allahut, të shpresosh tek ajo që ka në dorë Allahu madhruar, si të shpresosh shërimin nga sëmundja, gjithçka e ka vetëm Allahu madhruar në dorë dhe askush tjetër përveç tij, ose të shpresosh të hysh në xhenet dhe të shpëtosh nga zjarri I xhehenemit. Kjo është shpresa e adhurimit, lloji I dytë I shpresës. Pra, shpresa është dy lloje. Një lloj është adhurim, tjetri është I natyrshëm. Allahu I lartësuar thot në këtë ajet që përmendi imami si argument, kushdo që shpreson te takimi me Zotin e tij, le të punoj punë të mira dhe të mos I bëj Allahut asnjë shok në adhurim. Pra Allahu madhruar I lavdëroi atë që shpreson tek Allahu madhruar, dhe përderisa Allahu madhruar I lavdëroi këtë punë, atëherë kjo është nga llojet e adhurimit, sepse adhurimi është një emër I përgjithshëm që përfshin çdo gjë që Allahu madhruar e do dhe e pëlqen. Dhe Allahu madhruar do dhe pëlqen për krijesave të tij që të shpresojnë vetëm tek ai dhe tek askush tjetër. Atëherë shpresa është adhurim, dhe është nga adhurimet e zemrës. Më pas përmendi tawakkulin, të mbështeturin tek Allahu madhruar. Dhe thot argumenti I tawakkulit është fjala Allahu të lartësuar, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Vetëm tek Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Dhe fjala Allahu të lartësuar, o men yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Kushdo që I mbështetet Allahut, ai I mjafton atij. Tawakkuli, të mbështeturit tek Allahu është nga adhurimet e zemrës. Është nga adhurimet e zemrës. Dhe realiteti I tawakkulit përfshin dy gjëra. Gjëja e parë është I të drejtosh çështjet e Allahut të lartësuar. Pra ti mbështetesh tek Allahu duke adresuar të gjitha, duke drejtuar Allahu madhruar ato nevojat që ti ke. Mbështetesh I tëri tek ai dhe ja drejton të gjitha hallet që ke Allahu të lartësuar. Dhe pjesa e dytë e tawakkulit është që të mos shohësh tek shkaku, se nuk është shkaku që ti vepron ai që ta sjell ti suksesin për atë gjë që ti bën. Pra nëse ti pi ilaçet, mos mendo se pirja e ilaçit, edhe pse është shkak, është ajo që ndikon. Shërimi është nga Allahu I lartësuar dhe nga askush tjetër përveç tij. Ilaçi është sebeb që ti të shërohesh. Prandaj mos u kthe tek shkaku dhe të mendosh se shkaku është ai që ka efektin kryesor. Suksesi në fund është nga Allahu I lartësuar, se ka shumë njerëz të cilët I përdorin ilaçet Mi po ai ilaçi nuk bën punë, edhe pse është ilaç shumë I mirë për një sëmundje të caktuar, mi po ai
i cili konsumon ato ilaçe ka një problem tjetër shëndetësor që nuk i bën efekt ilaçit që konsumon. Prandaj nuk duhet mbështetur tek shkaku. Ose marrim një shembull tjetër, ti ke një mjet udhëtimi të mirë, u del i fundit, dhe nisesh për rrugëtim, i ke parë gomat, i ke në rregull të reja, të gjitha, çdo gjë, ke parë frenat, takaqet e frenave, çdo gjë, makina është në rregull. Dhe nisesh për rrugëtim. Mirë po ti has me një të deur në rrugë, i cili ta fut me makinën tjetër, makinën sote dhe nuk patë sukses në këtë rrugëtim që ti more. Pra, suksesi nga Allahu madhruar, mi po shkaqet merren, ti je në udhëtim dhe makinës i shërben çdo gjë, mi po mund të ndodhi një diçka tjetër, ose ti të ikin bie pa ndjenja duke që në timon. Ndodh një shkaq që ti pëson një aksident, edhe pse ke marrë shkaqe përkatëse. Pra ky është okuli, të mbështetet tek Allahu i lartësuar dhe të mos mbështetesh tek ato shkaqe që ti vepron. Mi po shkaqet merren, mi po suksesi në fund është vetëm nga Allahu madhruar dhe nga askush tjetër përveç tij. Në këtë autori përmendi këtë ajet kuranor, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Vetëm tek Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Pra, ky është një urdhër që madhruar na ka urdhëruar ne besimtarët që të mbështetemi vetëm tek Allahu i lartësuar. Dhe përderisa Allahu ka urdhëruar, atëherë ky është adhurim. Se adhurimi është një emër i përgjithshëm që përfshin çdo gjë që Allah madhruar e do dhe e pëlqen. Allah madhruar na ka urdhëruar në këtë rast që të mbështetemi vetëm tek ai dhe tek askush tjetër përveç tij. Dhe nëse ne mbështetemi tek dikush tjetër përveç Allahut të lartësuar, atë kemi bërë shirk, kemi bërë kufër, pra që të nxjerr nga Islami, sepse tawakkuli duhet të jetë vetëm për Allahun madhruar. Më pas thot wa dalilu raghbati wa rahbati wal khushu'i, dhe argumenti i rahbes dhe khushuit. Raghbe është dëshira, rahbe është një lloj frike, dhe khushui është frikë respekti, dhe frika ndaj Allahut të lartësuar është fjala e Allahut të lartësuar për këto tre adhurime. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah madhruar thot për profetët, ata të dërguarit e profetët nxitonin dhe garonin për punë të mira dhe na lutnin ne me dëshirë dhe me shpresë dhe me frikë, dhe ishin të friksuar ndaj nesh. Pra, përmendi tre lloje nga llojet e adhurimit në këtë fjali autori, dhe përmendi dhe argumentin përkatës që thot për të dërguarit të cilët nxitonin për punë të mira, duke e lutur Allahun e madhruar me raghbe. Çfarë është raghbe? Raghbe është një lloj shprese specifike. Dhe rahbe është një lloj frike specifike, dhe khushui është frikë respekt me nënshtrim ndaj Allahut të lartësuar. Pra, mi po nëse mediton pak edhe tek çështja e pasuesve të shehlerëve dhe baballarëve të teqeve, shikon që ata para shehut të tyre ulen me edukat dhe frikë respekt, duke u nënshtruar ndaj tij dhe rin me një lloj khushui, me një lloj frike para atij, si mos bëjnë një gabim në pranitë të shehut ose të babait, të teqes. Dhe kjo është gjendja e idhujtarëve, të cilët to lloje që janë nga llojet e adhurimit i kanë për të adhuruarit e tyre, ndërsa muslimani raghben, këtë lloj shprese të veçantë, këtë lloj frike të veçantë, këtë lloj frikë respekti me nënshtim ndaj Allahut e kanë vetëm për Allahun e madhruar, ndaj Allahut dhe ndaj askujt tjetër përveç tij, sepse këto muslimani duhet t'i bëj si të gjitha llojet e adhurimit vetëm për Allahun e madhruar dhe për asnjë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Dhe Allahu madhruar pra i lavdëroi këta të dërguarit e profet që të trija këto llojet e adhurimit, këtë shpresë të veçantë, këtë frikë të veçantë dhe këtë lloj frikë respekti ndaj Allahut e kanë vetëm për Allahun e madhruar dhe për askë tjetër përveç tij. Më pas thot për inaben. U delilul inabe, dhe argumenti i kthimit tek Allahu i lartësuar është fjala e Allahut të lartësuar ku thot në Kur'an wa anibu ila rabbikum wa aslimu leh. Dhe kthehuni tek Zoti juaj. Kthehuni me zemrën tuaj, anoni të ktheheni nga Allahu i lartësuar dhe dorëzojuni atij.
Pra është një urdhër që Allahu madhruar i ka urdhëruar besimtarët që të lloj kthimi ta kenë vetëm për Allahun lartësuar, dhe përderisa Allahu ka urdhëruar, atëherë kjo gjë është prej llojeve të adhurimit, se është diçka që Allahu madhruar e do dhe e pëlqen që krijesat t'i kthehen Allahut të lartësuar me zemrën e tyre dhe mos t'i kthehen askujt tjetër, përveç Allahut të lartësuar. Pra muslimani duhet i kthehet Allahut madhruar me zemrën e tij, duke u penduar, duke u kthyer tek Allahu i lartësuar me këtë lloj, se Allahu madhruar i ka urdhëruar besimtarët në Kur'an duke u thënë wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dhe kthehuni tek Zoti juaj me zemrat tuaja dhe dorëzojuni dhe nënshtrojuni vetëm Allahut të lartësuar dhe askush tjetër përveç tij. Këto janë argumente të përgjithshme që Allahu madhruar i përmendi për kthimin. Me ka dhe argumente specifike që muslimani duhet ta veçojë Allahu madhruar me këtë lloj adhurimi, me kthimin vetëm tek ai, siç përmendi për Shuaibin, dërguarin e Allahut, Shuaibin alayhi salam, i cili tha alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, ati ju mbështeta dhe vetëm tek ai kthehem me zemrën time. Këtë ka thënë Shuaibi alayhi salam, dhe këto janë argumente specifike që madhruari i përmendi për të dërguarit dhe profetët se si ktheheshin tek Allahu madhruar me zemrën e tyre dhe ja drejtonin të gjitha çështjet vetëm Allahu të lartësuar dhe askush tjetër përveç tij. Me kaq mjaftohemi me këto lloje të adhurimit që përmendëm për sot, për të vijuar në ditët në vijim me llojet e tjera të adhurimit. Sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.